Dhe le të ndjekim material tjetër për një nga imazhet padyshim më pozitive të Shqipërisë në botë ose të përmirësimit të imazhit shqiptarëve, nëse do ta quaj kështu një lloj ikone e imazhit pozitiv të shqiptarëve në botë, një material për Nën Terezën. Në jo pak raste emri i Shqipërisë kudo në botë në përfaqe gazetash apo në kronika televizive përmendet sa herë që dëgjojmë për Nën Terezën. Një emër i cili e lidh vendin ton ngushtë me shqiptaren Gonxhe Bojaxhi. Në vitin 1979, kur mori çmimin Nobel për paqe, e gjithë bota mësoi se Nën Tereza ishte shqiptare. Por Shqipëria heshte, shqiptarja trup vogël, ishte kthyer në një legjendë të gjallë. Në shtëpinë e Nën Terezës kishin hyrë dhe vetëm mbretëresha britanike, pastaj njerëz të mëdhenj si ish presidentët amerikan George Bush, Jimmy Carter apo Yasser Arafati, princesha Diana e shumë të tjerë. Por edhe në këtë rast, debatet nuk kanë munguar. Ajo ka lindur në Shkup në Maqedoni në vitin 1910 dhe për këtë maqedonasit shpesh përpiqen që të asociojnë emrin e saj me vendin e tyre. Fakti është se Nën Tereza gjithmonë në ato pak raste të fjalimeve të saj për një publik të gjerë ka pranuar se është shqiptare. Shumë i nxehur mu duket gjatë kronikës. Ky është shembulli tipik i mendësisë nacional komuniste quaj unë, kur ndërtohen imazhe për të përfaqësuar, ku Nën Tereza në një farë mënyre përdoret si princip identitar për identitet. Një shqiptar i famshëm, unë identifikohem me të dhe kam nevojë të identifikohem për të thënë që gjithë kombet e botës kanë nevojë të identifikohen. Okej. Tani problemi është ky. Mos më ndërprit. E thon dhe se thon, po. Tani, mos u ndërprit tani se i kemi mendim. Po. Problemi është ky në thelbin e vet. Ky është një imazh. Po. Por çfarë është Nën Tereza në thelbin e vet? Nën Tereza në thelbin e vet është një njerëz që ka jetuar me përkushtim, që ka jetuar me sakrifikim, domethënë feja e saj, puna e saj, ajo për të cilën ajo vlerësohet, ajo për të cilën ajo mori çmimin Nobel, nuk ka të bëjë fare me shqiptarët. Po. E para. Sepse shqiptarët përkundrazi atë që bëri Nën Tereza se gjejnë, nuk e kanë pjesë të kulturës tyre fare. Para, atë sakrifikica e para. E dyta, këtu ngrihet një çështje tjetër, kur flitet për imazhin dhe për realitetin. Njeriu, çfarë është njeriu? Po. Njeriu nuk është produkt i racës. Njeriu është produkt i kulturës. Domethënë, kur unë them jam shqiptar, nuk ka të bëjë me racë, me gjak, ka të bëjë me një kulturë që ka marrë, s'ka marrë, me gjuhën që flas, me gjitha këto që kupton? Dhe në këtë kuptim, ti mund të jesh i mirë ose i keq si tregues i një kulture që ti ke, që ti transmeton. Një i zi në Afrikë dhe një i zi në SBA janë të ndryshëm fare. Pse? Ai ka tjetër kulturë, nuk po flas për më mirë më keq. Janë dy gjëra të ndryshme. Një shqiptar që është rritur në Amerikë dhe ka tre breza atje, pavarësisht se mund të themi gjak shqiptari, është amerikan dhe ka tjetër kulturë dhe ajo identifikon atë. Dhe Nën Tereza është produkt, edhe Nën Tereza është produkt i një kulture që s'është kulturë shqiptare. Nuk po flasim fare për gjakun, pra identifikimi me gjakun është një vjetërsirë që duhet hequr nga kultura. Dhe pastaj, po të hymë në detaje, se s'po hymë në detaje, Nën Tereza vetë nuk thot që jam shqiptare, sepse ajo i përket Jezu Krishtit, thot, jam e Jezu Krishtit. Pra, edhe në këtë kuptim është një kulturë dhe kjo, se është një kulturë antinacionaliste, e shkoj punoj në, e i thonë, Tereza e Kalkutës, i thonë asaj. Kështu njitën. Tereza, po? Kemi do me heqë burit dhe po nuk është puna me heqë, këtu është puna me kuptuar. Ky kozmopolitizëm patologjik. Po ti deri në 88 se një fje fare Kushtaj ka puthur dorën që në ti se dje fare se kishte ekzistonte. Vetëm kur mori çmimin Nobel ti the, "Oh, jemi dhe ne këtu." Po pse ky është thelbi? Ti se ke njohur fare më. Hajde bën një monument më të madh se çe ka. Hajde identifikojmë këtë popull me atë vlerë. Po jo ta heqim fare si vlerë. Po kush e hoqë? Je komplet. Unë se hoqa, unë po ta zbërthej. Ti je produkt i kulturës. Je momentin mitik që organizon pozitivisht një popull i shkollë. Cili element, ma? Po jo, më se shkjo element fare. Ty të lë në debil lëk. Si mo? Po më në debil lëk të lë. Të lë, kush? Në debil lëk. Në manipulim të lë.